Shikues të emisionit Një kafe me labin, ju tashmë jemi me emisionin Një kafe me labin duke qëndruar në qytetin e Pezë duke realizuar, por pa tjetër do të ndalemi tani këto momente me njerë pas musafirëve të parë dhe blokut të parë të marketingut tek një pjesë tjetër e emisionit Një kafe me labin. Do të ndalemi aty ku gjithçka po që u bën një rrëmujë e madhe në gjitha portalet, qoftë edhe duke komentuar njëri me tjetrin, pikërisht i parapriu gjithçka se data 01/02/2014. Më shumë vret mungesa e se prezenca jote, shumë ndoshta duke postuar ko pas kohë dhe fotografi, Ledri Vula i rikthehet muzikës. Kështu që më në fund edhe Ledri i rikthehet, po hynë kurse tani këto momente veç sa jam këtu mbrëmje, ja, tek Ledri ka postuar gjithçka edhe në rrjetet sociale, në Instagram, Twitter, Facebook, pastaj në anën tjetër po u klikove në Google atëre veç e shkruve Ledri Vula rikthehet, po thuaj që gjitha portalet tashmë kanë shkruajtur që Ledri Vula i rikthehet muzikës me supermodelen Angela Martini, sekuenca videoklipi veç është publiku, ja, ku jemi këtu tek videoklipi, patjetër që duhet që deri këto momente po shihen që shumë shpejt, domethënë është edhe periudha cilën u publiku videoklipi dhe po thuaj që ka bo views. Okej, shumë komente po thuaj që u bën sot edhe po flitet gjatë ditës, kurse ne pikrisht patjetër që për gjithë shikuesit e radio televizionit njëse ne duke marrë parasysh se kur është sot pikrisht apo sonte siç është data 1/2/2014, kur jam unë bashkë me gjithë ju tani këto momente edhe pse ne jemi të dielën, por sot është shtunë mbrëma, ne u shkëputum nga kjo pjesë ajo atmosfere PS dhe do të sjellim diçka krejtësisht ndryshe. E dim që ai parapreu domethënë pikrisht datës 1/02/2014, po fakt është ditëlindja e zamën drejtoreshës Gjeraldina Vula. Gjeraldina Vula, për ndryshe, çdo vit kur ka pas ditëlindjen, Ledri, po thua që ka një befasi dhe ka një surprizë, gjithmonë ja ka bo nanës vet. Vitin e kalum e publikoj një këngë pikrisht për nanën, kurse këtë vit Ledri, po thua që do ta sjell videoklipin bashkë me Angelën të realizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Okej, unë bashkë me kameramanin, bashkë me Sadikin, e di që kjo atmosferë e cila tani këto momente është duke u transmetuar për shikuesit e emisionit Një kafe me labin, ju do të shihni pikërisht gjatë sontit atmosferë të mrekullueshme prej poshtë, ku po thuaj që veç kanë ardhur shumica e miqve që janë Gjeraldina Vulës për t'ia uruar ditëlindjen edhe me njëherë pak ma vonë do të ndodhë ajo e cila po e presim. Por, për e premtoj shikuesve të radio televizionit njësë ne, videoklipin kemi me pa, ashtu si po mund ta shikoni edhe në për qoftë në YouTube apo në për rrjetet sociale, duke mos haruar krejtësisht që përpos kësaj, ne do të mundohem ta shfrytëzojmë, domethënë ta marrim prej kësaj nate edhe Ledrin. Ta kemi një intervistë ekskluzive për emisionin Një kafe me labin, por gjithashtu duke mos haruar asnjëherë. Njerëz që janë këtu, do të mundohem që edhe Gjerin ta marrim intervistë, edhe ta pyesim se ashtu që vitin tjetër çfarë do të sjell Ledri ku çdo vit po thuaj që bën befasina dhe bën surpriza. Okej. Kjo është ajo atmosfera, ne po zbresim poshtë sheshit 21. Atmosferë bukur, atmosferë mrekullueshme bashkë për ju, bashkë për shikuesit e radio televizionit njësë ne. Qëndroni bashkë me ne se diçka e bukur vjen të kjo. Eja. Atmosferë. Vish paksojnë, duhet me hek këto për shkak se jemi në televizor, urime ditëlindja live, kështu. Faleminderit. Me prasje, çka po lypti me kamerë kështu në ditëlindje private? T'kallzoj ma vonë. Kështu që vish me thëmë urime, njerë, atë kanë arë krejt. Jo krejt.
Ja, po presim edhe pak, a? Po, jo krejt. Ka shumë të ftuar, ka shumë mysafir, tash po duhet me polsi në televizion. Miqtë e mi, kam disa që po I pres. O, bre vlla, kush dëll me atlet tjenë, tu jemi t'ju knaq, jemi që. Ma vonë. Okej, shihemi gjeri. Gjeri urime ditëlindjen, inshallah dhe shumë vite tjera. Une nuk po e zgjat ma shumë. Ledre. Hajde Ledre. Mirë që s'ka s'kutoj para kamerave. Kene pësh. Pak I strecu edhe emancipun kështë të tonë, emocionu. Se përdu mas pare me falenderu tri zonja që kanë pas shumë ndikim edhe rëll njëtën tem. Mas pare që është në tem. Ma dhe du mas shumë të mbot. Sa dhe unë me nonën tem për lom, e komë në mira, e komë keqa e gjithë me mu për qatë, e du mas shumë të mbot. Nona e ka thonë mu fakt, për interesati po fëmi të toj për t'i lasë drejënë. Ka vakt edhe pak. Du me falenderu gjithashtu edhe të zënditën, ju e një nëse apërdita Saracimi Këllmendi. Vitën e ka ljumë për nga pos, në hana ditë lindër e kom pru një këngë për të, edhe të zëndita ka fillu me qa, edhe më ka firë, më ka përqa, edhe më ka bu më se vetë kërkëm, ku t'je I gatë shumë nesëm. Edhe këmdosh me anis, po pak se as në konën si në dileme dhe se punat e të nësi probleme I këmë pas. Edhe probleme kryesor në ashtë ta u konë financiarisht pak, cilën e ka pot më shumë të zedita, qërë më këthy muzikë sot. Ty në nësë për të falenderoj, ty veç për ta urejt I t'linë në sonë të me qëtësarë. U bombardu në rjetet sociale, u bombardu se cilin njeri në rrugë të zonë, rikëthimi ledrit, ledre vla urime, e inshallah një rikëthimi mbar edhe I fuqishëm qysh fillaj. Faleminderit shumë. E di që shumica e njerëzve të kanë prit kështu me plot shpirt se I di që I ki dofanca shumë të plakta dhe të mdha I ki. Videon e shikum, kam pas mundësi me shiku edhe ta e pa me dhe në televizor, tash kur u transmetu një kafe me labin, një ekip I mall kam punu edhe është realizu në Amerikë.
Kisha pas që mi falenderu krejt kush ka punu. Tu fillu prej radio televizionin 21 që ma ka mundësu me realizu krejt komplet. Muzikën me kanë kombo Big Bang Beats edhe Stash Beats. Directing që ka bo Fadil Berisha, cilin e falenderoj shumë. Artani, që ka qenë drejtori fotografisë, i cili ka qenë nashta mos tëm njeri që mas shumë tim ka shty me shku me bo spotin. Dhe ato falenderoj shumë. Montajën e spotit, Adhurim Kidën, shokun tem. Make-up, Rezarta Kalica, Stylist Blair Berisha. Dy shok mi shumë të mirë që i kam në Amerikë, që më kanë lonë asë një minut më një vetë, Korabin edhe Labeatin. S'po dija për haroj dikën. Mos e hara. Jo, po, s'moj me harru, do të mja uru në anës ditëlindjen, urime ditëlindjen, unë e du ma shumë të imbot. Këta jo, po se e harove edhe dikën e harove. Edhe dikën e harove. Nuk moj me harru. Gjithashtu e falenderoj shumë edhe Angela Martinin. I thash Angjelës edhe në intervjistë vetë Angjelën i thash, a keni diçka bashkë, sa nuk foli kur gjo. Kështu që unë i thash kamera flet. Shpresoj që ju ka pëlqy spoti. Okej. Falenderoj shumë. I'm happy to be back. Okej. Lidhje e ti që kime vazhdu, inshallah me të mbarë, krejt për ata fansa tut flak që i ki. Mes një përshëndetje për ti e kështu. Live. Kur mos të dërzoni se ma çdo të keq që ndodh një e mirë shumë e madhe. Falenderoj shumë për këtë supportin që ma japin. Ju du ma shumë të botë. Është e bukur që pëtua që gjdo vjetë në kuadrit të ditëlindjes dhe befasohet pikrisht në nana, kur e ka një djallë t'ilë si që është Ledri. E patën mundësi ta shikoni videoklipin, patën mundësi të shikoni atmosferë, patën mundësi të shikoni edhe intervista, kështu që unë për gjithë shikuesit e emisionin Një Kafe me Labin, u shkëputa prej pejes dhe ju sjella gjithë atyre adhuruesve të muzikës hip-hop rap Ledri. Dhe pikrisht këtë natë, ndoshta të shumë pritur prej shumicës prej juve që e doni, e adhuroni, e çmoni dhe e keni respektuar dhe keni dashur dhe ju ka munguar gjatë kësaj kohe. Okej, unë s'mbeti gjë tjetër veç që ju them qëndroni bashkë me Radio Televizionin Nisëni. Unë prej kësaj atmosfere këtu, patjetër që kthehena përsëri në pejen time të dashur. Shkojmë.